nuk ka qenë një imazh i mirë i Kosovës, a them drejtën, në sytë e ndërkombëtarëve, ka pas shumë vrejtje ose shumë pakënaqësi, sidomos te pjesa kur ne kemi qenë dhe ende jemi në sanksione të Bashkimit Evropian, më pas pezullimi i dialogut strategjik. Shikoni, këto të gjitha ndikojnë te investitorët e mëdhenj, te bizneset e mëdha. 99% të bizneseve, para se munis me armë investu në Kosovë, ata takohen me një qeveritar të vetin dhe e pyesin për qasjen ose e pyesin për me pa se cila është pasqyra e qeverisë atina vendit për shtetin tonë, për Kosovën. Më pas kanë qenë edhe deklaratat nëpër media të zyrtarëve të lartë shtetit se ne po sulmohemi prej Serbisë, do sulmohemi prej Serbisë. Ushtria serbe është ofruar afër kufinë, nuk e kemi shit atë imazhin që Kosova vendi më i sigurt se ka trupat e NATO-s Kosovë. Ne si qeveri qëndrojna mbrapa çdo investitori që vjen me qëndru mirë me stafin diplomatik që kemi në Kosovë, që mi qëndru mbrapa çdo investimi tuaj që vjen në Kosovë. Edhe shto këto brenda që i kemi pas këto procese të zgjatura politike, mos themelimi i qeverisë është siguria politike. Kur bisedona me biznese ndikon kjo te shumë ndikon. Shiko, para se të bëni investim, ai është cila siguria politike. Se nëse ty çdo vit ndryshohet një qeveri, ai nuk dihet i sigurt me investu. Ti çdo vit ja ndryshon politikat fiskale për shembull. Më pas siguria juridike, legjislacioni, sa shpesh ndryshohet legjislacioni. Nëse ti çdo vit ja ndryshon legjislacionin, ti e rregullon atë biznes. Dhe biznesi serioz nuk hin në atë ose pret thot ka dalë të shohim se çapo ndodh. Dyshim që pret. Edhe Kosova duke vujt për investimet huaja. Kto duhet ta kemi të qartë. Kosova është duke vujt për investimet huaja. Ne jemi duke vujt që ju si media më tregoni mu sekretari i Odës, unë sekretari i Odës nuk e kam pa. Mirë po, më korrigjoni nëse jam gabim, që 3 vite cili brand evropian, se jo ndërkombëtar botror, po evropian ka investuar në Kosovë.